Jemi kthyer në studio me poetën Blerina Rogova Gaxha. Blerini, kam 15 pyetje që dua të t'i bëj, në ato që ne e kemi si pyetësori rë. 15 pyetje të ndryshme, të shohim se si po i përgjigjet poetja. Pyetja e parë ka të bëjë me ushqimin. Cili është ushqimi që sa herë ha ta kujton fëmijërinë? Buka e nxehtë e nonës. Buka e nxehtë. Po. Buka e nxehtë e nonës, edhe si quhet ajo bukë pogaçe? Të nonës. Të nonës, okej. Faleminderit shumë. Çfarë mendon kur e sheh veten pas hyrë? Varet çka sheh. Edhe në çfarë, nëse nuk e di. Mendoj se kemi jetu një jetë shumë gjatë, duke qenë, me thënë, gjenerata që kemi përjetu, kemi kalu një jetë shumë gjatë. Edhe ka njerë dhe a disa e vjetër je. Sa e lashtë. Sa e lashtë, antike. Antike. Cila është kafsha nga e cila friksohesh mas shumë ti? Unë kam një fobi prej insekteve. Prej insekteve? Merimanga? Jo merimanga, po insekte, kështu përgjithësi. Jo vetëm merimanga. Çka mendon se ndodh me ne kur vdesim? E ke studiu vdekjen në letërsi? Mendoj që është e rëndësishme që njeriu të di ta pranoj vdekjen, të mendoj për vdekjen sa është gjallë, në mënyrë që ta fitoj një veti autentike dhe ta pranoj me lehtë edhe vdekjen e tjetrit, pavarësisht pse vdekjen tonë nuk e mendojmë kur. Për jetën pas vdekjes nuk mendoj fare. Nuk mendon fare. Faleminderit shumë. Më mirë ti dërgonit gabimisht një mesazh dashurie mikut tënd më të mirë, që e sheh thjesht si mik, apo e prorit tënd? Asnjë rast tjetër. Asnjë rast tjetër. Janë gjëra që ndodhin këtë epokën e teknologjisë. Ndodhin, kuptohet, normal, po tash asnjë rast tjetër, ndoshta mikut prap më mirë. Ndoshta mikut prap më mirë. Okej, faleminderit shumë. Ku mendon se shkon një mendim kur harrohet? Mbetet dikun thellë, në tru. Nuk harrohet kur? Jo. Mbetet dikun thellë, është herë tjetër i kthehet, prap. Film apo serial? Të dyja ndoshta, kur ka këso serialesh nga njëherë, sidomos gjatë kohës pandemisë, kur kemi qenë serialet e Netflixit, krijohet një manimi për cilë, për mu deri në fund, po në përgjithësi dhe me thonë filmat pëlqej. Filmat historik, filmat që kanë, sidomos personazhe, filmat autobiografik të figurave të njohura. Faleminderit shumë. Aroma jote preferuar? Nga të gjitha aromat? Aroma natyrore, më lënë shumë më pëlqen aroma e blinit në pranverë, prej artificialeve s'po flas, për natyrore, po. Aroma e blinit, okej. Kam pas një herë, kam shkru një poezi, apo jam përpjek me shkru një poezi, për përbërësit e parfumeve, se me qka përbëhen parfumet, te ajo ndjesia që na jep në hatja një parfumi që na pëlqen. Edhe aty kisha kry një hulumtim të shkurë, me thonë, për kokrat e kafes që përdoren, për trëndafilat bulgar, apo trëndafilat lullet që kryojnë një parfum të veçantë, vanila, i kret, me thënë, esencat që përdoren për kryimin e parfumeve. Dhe shumë është mbreslën se faktikisht ajo që si kryohen aroma. Po, si kryohen. Ama aroma natyrore e blinit është e preferuara. Nëse do të duhej, pa tjetër të zgjidhje, një udhtim drejt të ardhmes, para në kohë, apo të shkuarës, cilën do të ta zgjidhje?
Me poezi shkon, herë para, herë Poezia, mrapa, herë poshtë, herë lartë. poezia, Nëse do duhet zgjidhje. Vetë letërsia është memorit, me thënë, e kalume. Ndoshta është kishtë qenë ma e preferu në një udhëtim në të kalume, sepse në të ardhmen mund t'jetë pak e frikshme pas taj rikëthimi prapë në kohën e sotme. Okej, faleminderit shumë. Nëse në këtë moment të jetës që jetë tani, takon dikë që po ndihet krejtësisht si që po ndihesh ti, çfarë do t'i thoje? Puno pak më pak. Puno pak ma pak. Okej, po më pëlqen këshilla. Faleminderit shumë. Qent apo macet? Qent. Ke pas ndonjëherë? Kemi një qenë në shtëpi të babës të një qenë kështë të vogël të lezetshëm shumë. Faleminderit shumë. Cili është një ves të cilin do doje ta hiqje përgjithmonë nga jeta jote? Ves. Qarë vesi, nuk e di qarë vesem. Dy personazhet e fundit kanë thonë me lanë duhanin. Po, duhanin e konsumoj. E konsumon e ti? Okej, Po jo ty nuk po të shkon mendja me hjek duhanin, kështu që një ves Nuk e tjetër. kam thonë as njëherë, as publikisht, as intimisht se kam me lanë duhanin. Nuk e kam thonë. Një prej veseve të këqia është ndoshta paregullësia e gjumit, apo këto. Qaja është një prej gjanave të cilat këshin mirë me regullu. Faleminderit shumë. Ëndra ma e çuditshme që e ke pa? A she ëndra? Ma e vogël, po. Tash jo. Ma e re, tash t'i ka gjarë rallë. Po, kam pas pa një ëndër, kur i kam pas dikun 13 vjeq, edhe isha në atë moshën kur njeri ju beson ëndra, beson se ëndrat kanë një paralajmërim, kur njeri ju beson në fallxhore, në krejt të gjana që i bojnë qikat e reja, edhe pa ta pa një ëndër që më pat trondit, edhe tash t'i disa elemente që kanë ndodhë tutje, në vijem, mu kanë duk që janë si realizim i interpretimit të asaj ëndre. Kanë ndiku, janë përmbush? është një prej, kanë ndodhë paka shumë, më dhënë gjashtët, po është një prej ëndrave që më kujtojnë, më thënë mbaj mend gjithmonë, edhe kur isha lala ma e vogël me thë 7 vjeq, po ta pa një ëndër shumë të frikshme, për shkak cilës të djelave kisha frikë me fjetë në shpi, edhe shkësha gjithmonë të daja, deri sa ka kalu një shumë mujnë, me thënë një kohë, deri sa ku ma arrit në të në shpi. Okej, faleminderit shumë. Nëse do ta dëgjoje një këngë, prej sot, deri në fund jetës, cila do t'ishte ajo këngë? E kam një këngë. E ki një këngë? Po. është kënga November Rain nga Guns N' Roses, është përndryshe grupi bendi favorit i krejt jetës, edhe është kënga cilën unë e lëshoj gjithmonë, me thënë pa pushim, dhe gjoj vazhdimisht, edhe e di që kam i dëgju deri sa jam e aftë me dëgju muzikë. Kjo është, me thënë, November Rain. Faleminderit shumë. Një rock ballad e përjetshme. E përjetshme. Pyetja e fundit. Çfarë jam duke menduar unë tani? Nuk e di. Po me ndonë cila është pyetja tjetër. Jo, e fundit ishte. Okej. Pyetja e fundit. Derina, faleminderit shumë që ishe sot në Libero. Kënaqësi për bisedën që zhvilluam. Kënaqësi edhe për mua. Faleminderit shumë. Juve për ftesën. E përcjellim me Duart Trokitje, Derina